Big Brother nuk është thjesht një lojë, është një pasqyrë ku publiku sheh, gjykon dhe shpesh shpik. Në ditët e fundit, në rrjetet sociale ka qarkulluar një pyetje: kush po e mbështet financiarisht Selim? Bashkë me të, një term që ndez gjithmonë debate, sugar daddy. Por a është e vërtet kjo? Apo thjesht një thashëthem tipik i famës televizive? Publiku shpesh lidh jetën, pamjen, stilin dhe qetësinë e dikujt me para. Kur një konkurrent duket i sigurt, i rregullt dhe nuk tregon vështirësi, rrjetet fillojnë të pyesin. Por pyetja është: a kemi fakte apo vetëm dyshime? Në reality show, një fjalë mjafton për të krijuar një histori, një koment, një video shkurtër, një mendim pa burim, dhe pa pritur një njeri kthehet në subjekt gjykimi publik, pa prova, pa përgjegjësi. Deri më sot nuk ka asnjë deklaratë zyrtare, asnjë provë, asnjë fakt që mbështet pretendime të tilla. Çdo gjë që qarkullon është pjesë e spekulimeve të rrjeteve sociale, dhe në Big Brother, perceptimi shpesh shitet si i vërtetë. Të gjykosh dikë pa fakte është më e lehtë se sa ta kuptosh. Big Brother mbaron, por fjalët mbeten. Prandaj, para se të besojmë çdo thashëthem, ndoshta duhet të pyesim veten: po sikur kjo të ishte vetëm një histori e shpikur?